Ky është Thethi. Kur e sheh për herë të parë këtë vend, mbetesh pa frym, sepse bukuritë e papërsëritshme të këtij fshati malor në zemër të Alpeve shqiptare e bëjnë Thethin që të zërë një vend të rëndësishëm në natyrën dhe turizmin shqiptar. Pasuritë natyrore të kësaj zone janë të lidhura së bashku edhe me trashëgiminë kulturore dhe historike të banorëve vendas, duke formuar kështu bazat më të rëndësishme të zhvillimit të turizmit. Për të prekur bukuritë e Thethit ka shtypje të shumta, sepse që me lindjen e tij, njeriu shqiptar ka kërkuar të takojë njerëz të tjerë. Ne as i kuptojmë se sa të vjetra janë disa prej këtyre shtigjeve. Ato kanë moshën e kontaktit njerëzor. Rruga është gjithmonë e mrekullueshme, më e pasur se qëllimi, thonë psikologët. Kjo e ka bërë Thethin vendin, siç thosh Edi Durham, më të mahnitshëm, megjithse është vendi i një izolimi më madhështor nga bota. Të gjithë banorët e Thethit janë mikpritës se të falin shtëpinë e Zëmrën në shprehjen e famshme. Shtëpia përpara se të jetë e shqiptarit, ashtë e Zotit dhe e mikut. Kjo për thethianët është më se e vërtet. Ngjarja para disa ditëve kur një çift turistësh çek u ekzekutua në mënyrë makabre rrugës së kthimit nga Thethi, i ka tronditur banorët. Por ata janë të bindur se raste të tilla të izoluara nuk mund të zhbëjnë mikpritjen e thethianëve që të lënë bresa, po aq sa bukuritë e këtij vendi. Këtë mund ta dëshmojnë më së miri edhe 150 studentët dhe pedagogët e Fakultetit të Veprimtarive Fizike dhe Rekreacionit të Universitetit të Sporteve, që prej 10 ditësh janë vendosur në Theth për të realizuar praktikën e tyre mësimore në kampingun malor. Eksperienca e këtyre studentëve dhe profesorëve, forca, vullneti, siguria, pasioni, do të na tregojnë të gjithëve se kjo eksperiencë në Theth nuk është thjesht një praktikë mësimore për të nxjerrë në treg specialistin më të kualifikuar të turizmit, por për të na mësuar të gjithëve mënyrën se si të përgatitemi për fitore, se si të jemi vetvetja, sepse siç thot dekani i tyre, profesori nderuar Agron Kasa, vullneti për të fituar nuk është aq i rëndësishëm se sa vullneti për të përgatitur për fitoren, sepse kjo na bën të veçantë. Përshëndetje të nderuar miq, ne kemi filluar ndryshe përshëndetjen sot në Auditor Arsimi. Ju kemi mrekulluar me këto bukuri të pakrahasueshme të Thethit. Kemi udhëtuar së bashku me kamerën tonë në një nga vendet më atraktiv, një nga vendet më të bukura turistike të Shqipërisë, siç është kjo pjesë e Shqipërisë së Veriut. Thethi që ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e vizitorëve të huaj, sot do të vi në vëmendjen tuaj nëpërmjet të gjitha veprimtarive dhe praktikave mësimore që realizon Fakulteti Veprimtarive Fizike dhe Rekreacionit. Ne ju lajmëruam që nga udhëtimi që bëm së bashku në Jal, do të jemi në një nga vendet më të bukura, pikërisht në Theth, në kampingun malor, me këta studentë të mrekullueshëm të Fakultetit të Veprimtarive Fizike dhe Rekreacionit të Universitetit të Sporteve. Ndaj më lejoni të ndaj kënaqësinë me ju duke u prezantuar profesor doktor Agron Kasa, dekan i Fakultetit të Veprimtarive Fizike dhe Rekreacionit. Përshëndetje profesor, kënaqësi që ju gjetëm në Theth. Përshëndetje Lira dhe mirë se erdhën në Theth. Se ne konsiderohemi si më të shpistur se sa ju. E vërtet. Ndaj mirë se që erdhët ju kene tani. E vërtet ne i dham fjalën publikut që na ndjek nëpërmjet kamerave të televizionit shqiptar në Auditor Arsimi, që në këtë stin të nxehtë, në këtë ditë të nxehtë Akoriku, ne kemi dalë jashtë studiove të Auditor Arsimit për të treguar se si universitetet tona vijnë në funksion të turizmit shqiptar. Dhe pikërisht fakulteti juaj ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Unë ndaj kënaqësinë me të dy titullarët e këtij fakulteti elitar të Universitetit të Sporteve, me dekanin që u prezantova dhe me zëvendës dekanin, profesorin asociuar, doktorin e shkencave Robert Çitozi. Përshëndetje Robert. Sa erdhët e Lira, është kënaqësi që jemi përsëri bashkë dhe shpresojmë që do shikoni një program të jashtëzakonshëm të kryer në një mrekulli në një nga perlat e Shqipërisë që është Thethi.
nuk po e kaloj mikrofonin tek profesor Agroni, sepse më bëri përshtypje një detaj. Të shoh më të relaksuar, të shoh më të qetë, është efekti theth apo ka ndonjë efekt tjetër që ka ndikuar te profesor Roberti për të pasur këtë pamje ndryshe për publikun që na ndjek tani nga jala vjen na ndjek në theth? Ndoshta në kampingje të tilla, ndoshta trupa pedagogjike është pak më e selektuar sepse shkalla vështirësisë është më e lartë. Kemi 5 vjet që punojmë bashkë si trup, jemi kolauduar, nëse them kështu, me gjithë programin dhe detyrat janë të ndara jashtëzakonisht mirë dhe në bashkëpunim me gjithë guidat kam përshtypjen që duke marrë secili peshën e vet, më ka rënë më pak peshë se njalë, kështu që kam pasur mundësinë bashkë me profesorin dhe me gjithë trupën pedagogjike, jo vetëm që ta realizojmë programin deri sot jashtëzakonisht mirë, po edhe të relaksohemi dhe të kënaqemi me këtë natyrë të mrekullueshme që ju po e shihoni gjatë këtyre 2 ditëve. Profesor, ashtu sikurse kemi njoftuar edhe publikun, mund të themi që kjo është faza e dytë e praktikave mësimore që ju realizoni. Ne pam turizmin bregdetar, pra kampingun jugor, ishim në Jalë dhe tashmë kemi ardhur pranë jush në kampingun malor. Janë 2 fazat të një programi, të një praktike, apo si është organizuar në fakultetin tuaj? Po, atëre në fakultetin tonë janë vetëm për nivelin bachelor, për të 3 vitet, janë 3 outdoor organizime, le të themi, goxha, impenjative që ne organizojmë. Dhe në vitin e parë ne bëjmë sportet dimërore në janar dhe bëjmë sportet ujore, le të themi, ato që ju keni ndjekur në Jalë, po me tjetin vit. Nërsa ky vit që jemi janë 150 studentë të tjerë, bashkë me stafin, bëjmë rreth 150 që kemi ardhur këtu, është kampingu malor. Do të thotë që ky outdoor bëhet në kursin e 2. Pastaj këta rikthehen në master profesional dhe në master shkencor, sipas programeve të ndryshme një tjetrin, përsëri në lëndë me zgjedhje, pastaj vinë, sipas si themi drejtimet finale që këta përzgjedhin vetë studentët, ose për guida turistike, që do thotë vinë kampingu malor, ose guida detare apo për, le të themi, për personal trainer e kështu me radhë. Kjo ndodh pastaj në procesin e 2 mastereve që ne organizojmë. Profesor, përse thethin? Ne kemi Valbonën, kemi vërtet pjesë të bukura edhe të veriut të Shqipërisë, po përse Vermoshi, thot profesor Roberti, përse thethi? Kjo pyetje më pëlqen, të drejtën që ma bëre, për shkak sepse ne kemi pas edhe mundësira të tjera dhe pse jo, themi nga agjenci turistike na kanë sugjeruar dhe vende të tjera shumë bukura që ka Shqipëria. Jo vetëm në veri, ku është Thethi, është Valbona, ka shumë të tjera, po edhe në jug. Jug janë kenionet e Skraparit, janë shumë vende në zonën e Kolonjës, ka shumë vende shumë bukura që me vërtet ne mund të realizojmë këtë program. Por Spari, unë kam rastin e mrekullueshëm, them atë që unë e kam menduar për kaq kohësh, që Zoti e ka dashur këtë vend. Ka bërë një mrekulli dhe Thethi me të vërtetë është një perlë, çdo vit që vim, më shumë e njohim, më shumë e duam dhe më pak e mundur është t'i largohemi. Po, a mundet të saktësojmë për publikun që është duke na ndjekur në këto momente, se në cilin vend jemi këtu? Besoj kamera përveç se na ka fokusuar të treve së bashku, ndoshta tregon që prapa nesh është një vend nga më të bukurit në Theth apo jo? Atëre, ashtu siç kurse ju keni ndjekur programin që kemi bërë sot bashkë, destinacioni i planifikuar sipas programit sot ishte Syri Kaltër. Ka syt kaltër edhe jugu dhe aty është shumë i bukur. Po ky ka edhe veriu një syt kaltër me disa specifika tjera që i pat. Ku uji ka një kaskadë shumë të madh, që zbret sipër në të dhe ka bërë një basen shumë të madh. Dhe ai uji vjen gradualisht zbret në nivelin e dytë, më poshtë këtu ku jemi ne, që quhet Nërlys, si quhen këta. Dhe ky ujë që vjen krijon gjithë këtë pellë të madh ku studentët pastaj mbasi u kthyen, ne konsiderojmë këtë si stacionin bazë, mbasi vajtëm, kryem vizitën, shpjeguam ç'ishin për të shpjeguar me studentët, tash i zbritëm dhe këtu këta pushuan kanë këtë periudhën tjetër që dhe u lanë edhe në ujë, megjithëse uji është rreth 7 gradë, është goxha i ftohtë, po këta janë tri dhe këta e përballojnë kanë me shumë pasion. Këtu jemi në Nërlys. Po. Profesor Roberti, unë di që keni një program të ngjeshur ditor, apo jo?
Mundet ndoshta të japim disa prej detajeve se si është dita e studentëve të Fakultetit Veprimtarive Fizike dhe Rekreacionit në këtë kamping malor? Patjetër, atëherë po lidh një ditë shumë impenjative me një ditë më relaksuese. Në një nga ditët impenjative, po themi siç është dita e sotme, zgjimi është bërë në orën 5 të mëngjesit, por diçka më përpara rreth gjysmore është ngritur grupi i cili, si më thënë, bën atë ditën e tij të shërbimit. Kemi 8 ditë plota me 8 grupe, kur gjithë secili bën shërbimin e vet, hahet mëngjesi. Gjatë natës janë bërë gati edhe ushqimi me të cilin studentët, po themi, mbasi të arrijnë në destinacion, do të kalojnë drekën. Është bërë rreth 2 orë, kur vitin e kaluar e kemi bërë për 3 orë e 15 minuta profesor. Ndoshta ky vit ka qenë një vit, nuk e di, me përgatitje shumë të lartë fizike, po ndoshta dhe trupa pedagogjike ka qenë goxha e impenjuar për të përthyer dhe rekordin e vetes. Kështu që po vjen ora 5 mbasdite, mbasi ju keni qenë prezent trupa e televizionit shqiptar deri në Syrin e Kaltër, që për mua është surprizë që keni arritur pa asnjë lloj problemi deri në atë destinacion relativisht terreni fort dhe i vështirë. Si ishte edhe profesor Agroni, janë dhe 2 orë këtu, relaksi, kënaqësie, pse jo. Nëse vjet kanë bërë sportet ujore në jug, kanë mundësinë edhe të shijojnë këtë peizazh të mrekullueshëm dhe ujin vërtet ftohtë, po kristal, si ai sy i kaltër që ju pat atje. Dhe në një ditë tjetër, e cila është dita nesërme, po themi, atëherë ne kemi filluar që nga e nesërmja e mbritjes, kemi filluar kampionatin mes grupeve në volejboll, në futboll, në badminton edhe në ping-pong. Të gjitha grupet vazhdojnë, po themi, ato stafetën e ndeshjeve me grupe, që deri në ditën e fundit do bëhen ndeshjet finale. 2 grupe vazhdojnë ngjitjet, grupet e tjera vazhdojnë ndeshjet, një grup i cili ka qenë në shërbim sot dhe ka humbur në thonjza Syrin e Kaltër në drejtimin e 1 ose 2 guidave bën Syrin e Kaltër, sepse askush nuk do të humbi asnjë destinacion deri në fund. Shërbejmë, kontribojmë, mësojmë të jetojmë në grup, por programi do të realizohet 100% nga të gjithë studentët pavarësisht nga angazhimet. Kështu që është vërtet një program impenjativ, por unë e diskutojmë shpesh edhe me profesorin dhe me gjithë kolegët që studentët tanë mbarim të këtij programi janë ndryshe. Se sa ndryshe do jenë, mund thotë profesori më mirë. Profesor, prekim pak guidat për të cilat përgatiten studentët tuaj. Di që një pjesë e mirë e turistëve që kanë interes të vizitojnë Thethin, duan të bëjnë hecje të gjata, duan të eksplorojnë këtë vend që ashtu si kurse ka quajtur në vitin 1905 në vizitën e saj që ka bërë në Theth Edi Durami, është një vend të një izolimi madhështor nga gjithë bota, por që ofron një emocion të rrallë dhe shumë të bukur. Atëherë, kjo pikë që prekët ju, ne kam lançuar dhe herë tjetër në programin dhe kemi pasur studion tuaj më përpara, që ne jemi duke ndjekur trendin le të themi turizmit në përgjithësi, se çfarë po ndodh në Shqipëri. Këto janë eksperienca të reja dhe jo vetëm ne si fakultet, por dhe agjensitë turistike janë duke ndjekur një trend. Janë turistët që po na tregojnë ne se çfarë ata duan. Kështu që ne çdo vit gradualisht ndryshojmë programet duke kapur një trend, duke pretenduar që në momentin mbas 5 viteve shkollë, pra 2 vite bachelor dhe plus 1 ose plus 2, varësi mas drejtime që përfundojnë, mas 5 viteve shkollë, këta student duhet të jenë të gatshëm për të përballuar atë impenjim që turistët kërkojnë. Në fillimet e para 3-4 viteve kemi pas debate të ndryshme dhe brenda institucionit tonë, për shkak sepse gjykoj që ky program është tej masë ngjeshur dhe shumë impenjativ. Studentët tanë ecin nga 6 orë deri në 13 orë ka raste. Dhe vetëm kur i mendon orët që ata ecin, me të vërtetë është goxha e madhe. Por duhet dim që turistët ecin po kaq. Sotja për shembull është gati 30 km. Po, është 30 km ecje, edhe në terren shumë të vështirë, nuk është terren shesht. Po turistët ecin po kaq. Kështu që imagjinoni do të një guid që do të lodhet përpara turistit nesër. Kështu që ne s'duam, jemi të detyruar të shkojmë në disa klishera në kuptimin e standardeve të kohës, që siç e tha dhe pak më parë Berdi, këtë vit ne kemi realizuar
që në të gjithë ngjitjet të përmirësojmë rekordin në nivelet gati 25%, që në fakt është një tregu shumë i lartë. Dhe kjo na gëzon, sepse kjo tregon shkallën e përgatitjes si kanë studentët tanë, për shkak se këta janë vit 2, do të thotë që kanë bërë 2 vite shkollë dhe programet e përgatitjes fizike që ne kemi programe tjera të sportive në institucion brenda në shkollë, kanë dhënë efektin e tyre dhe tani po shikojmë që duke përmirësuar ngarkesën e tyre në programet praktike që kemi në shkollë, këta po e manifestojnë duke realizuar kohra tjera. I kanë përshkuar një kohë rekord, i kanë përshkuar me një freski të admirueshme dhe kjo na bën akoma më tepër të bindemi që ajo që kemi synuar për t'i çuar studentët drejt si thosh kohës gjatjeve dhe shkallave vështirësive që turistët bëjnë, është një rrugë e drejtë dhe ne drejt saj po ecim. Po, ne kemi intervistuar me kamërën tonë edhe një nga specialistët më të mirë të turizmit, i cili ofron kontributin e tij për të përgatitur guidat të turizmit malor tek ju, siç është Vladimir Detndreaj. Ndjekim intervistën e tij dhe pastaj vijojmë me bisedën këtu në këtë studio natyrore të mrekullueshme të Thethit. Kemi filluar gradualisht me itinerare mesatare, jo të gjata, do prej 5-6 kilometrash, ku me një disnivel ka qenë një disnivel i ulët, edhe ritmi ka qenë goxha i ulët, sidomos ditët e para që të merrnin veten, edhe pavarësisht se këta vinë nga jetë sportive dhe janë të përgatitur fizikisht, por sidokudo u bë kujdes me këtë pjesën e ritmit. Pastaj pak nga pak ritmi u shtua, qoftë në shpejtësi në ecje, ashtu edhe në disnivel. Pati nga ata që quan deri në fund, pati nga ata që e lanë shumë pak, 2-3 nuk arritën për shkak të diellit ose në një kavilje në një gjë të tillë, nuk arritën të shkonin deri në fund të itinerarit, por në përgjithësi të gjithë e bën edhe pse me ritëm të lartë. Dje bëm një ecje që mund të themi ka qenë testi përfundimtar i nivelit për të parë nivelin e tyre, që u nisëm nga lagja Okol, që është pjesa e sipërme e Luginës Thethit, tamam poshtë malit Arapit. Ku deri në tek syri Kaltën Kapre janë gati 30 kilometra. Dhe u bë brenda ditës, u bë me një ritëm goxha të shpejt, ku mendoj se të gjithë grupi ka arritur ta realizojë këtë. Kjo bën ndryshe nëse nuk do kishin këto lloj nivelesh, atëherë do ishte e kot të bëhej edhe ky lloj kampimi, nëse nuk do kishte ndryshim për mirësim në gjendjen e tyre, do ishte edhe e kot, mendoj nga ana ime. Por këta të gjithë e kanë kaluar. Jemi kthyer sërish së bashku, dëshiroj të pyes pak profesor Robertin. Thuhet se nga viti në vit ka një numër gjithnjë në rritje të turistëve të huaj që vizitojnë Thethin dhe natyrisht ka dhe kërkesa të larta për specialistë të guidave për t'i shoqëruar ato. Pyetja që lind vetvetiu është, është i sigurt ky vend, sepse ne jemi shumë afër një ngjarje të rëndë që ndodhi para pak ditësh këtu, ju keni qenë të vendosur në këtë kamping në momentin që ndodhi ai rast i rënd me 2 turistë çek. Unë jam mos e i bindur që jemi në një zonë të jashtëzakonshme, me bukuri të rralla, me njerëz të mrekullueshëm, ku nuk janë cënuar në asnjë moment virtytet, traditat, ajo besa e cila njihet nga gjithkush në botë. Në çdo vend të botës ka drama, ka ngjarje, ka kriminal, ka njerëz me probleme psiqike, nuk mundet kurrë të cënohet imazhi, domethënë me ngjarje vërtet rënd. Ne të gjithë studentët i takuan atë çift mrekullueshëm, patëm mundësinë të bisedojmë, u pyetëm me ta, por ja që thash ndodhi. Ju jeni pranë banorëve gjatë gjithë kohës dhe çfarë mund të thoni për mikpritjen e tyre, për gjithçka çfarë ato ofrojnë, sepse turistët kur vinë jo vetëm duan të shikojnë këtë bukuri prallore, por mbi të gjitha të shijojnë edhe mikpritjen e vendasve. Edira, nëse është përgjegjësi shumë e madhe, jo vetëm për ne të dy që jemi këtu në panelin natyror në ndërdys, por për gjithë trupën pedagogjike dhe pastaj për gjithë strukturat drejtuese të Universitetit Sporteve dhe të fakultetit, që në rast se gjërat do të ishin ndryshe, ne do të ishim nisur bashkë me trupën, e cila student, pedagog, guida dhe gjithçka tjetër shkon rreth 150-160 vet. Asnjëri nga ne nuk ka humbur logjikën për të marrë një risk mbi atë normalen, sepse prindërit të këtyre studentëve të mrekullueshëm që ne kemi në ndërtim, na i kanë besuar ne, pavarësisht se janë maxhoren.
Kështu që pavarësisht se ndodhi ajo ngjarje e rëndë që unë shpresoj të jetë e fundit në këtë vend të mrekullueshëm me njerëz të rrallë, ne shikojmë për ditë në këmbë, me motorra, me makina mali, po themi, Foristrada, që shikojmë një intensitet i cili nuk shikojmë se ka rënje. Dhe me që kam parë, puna nuk nga ka lënë për të qenë të informuar me çdo gjë që ndodh. Por nëse s'jam gabim, një deklaratë e Ministrisë Jashtme Çeke e cila thonte që Shqipëria është një vend i sigurt, është një rast i veçuar dhe qytetarët tanë do të vazhdojnë ta vizitojnë atë vend sepse kanë nisur ta vizitojnë me intensitet në vitin 97 ku ka qenë një vit i vështirë për shqiptarët. Kështu që besoj që ne edhe me këtë promocion që i bëjmë jo vetëm programit tonë, po dhe turizmit shqiptar dhe sidomos komunës Shalës dhe Thethit në veçanti, besoj që do të vazhdojmë të mbajmë këtë emër të jashtëzakonshëm që ka në turizmin mbar botëror zona e Thethit. Ju më kujtuat një shprehje shumë të bukur të baronit hungarez Franz Nopça, i cili thotë që po t'u biesh në besë shqiptarëve që banojnë në Theth, do të kuptoni se në asnjë vend tjetër të botës nuk do të ndihesh më i sigurt. Dhe besoj se edhe kur ndodhi ky rast, vetë prezenca e pedagogëve të Universitetit Sporteve, të Fakultetit të Veprimtarive Fizike dhe Rekreacionit, por edhe të 150 studentëve të këtij fakulteti, tregon se mikpritja dhe siguria e këtij vendi është në nivele më të larta, andaj ne edhe gjatë këtyre ditëve të qëndrimit së bashku që ju kemi ndjekur ditë pas dite, profesor, kemi parë, ashtu si tha dhe profesor Roberti, një numër të madh turistësh të huaj që e vizitojnë këtë vend. Elira, kjo pikë që sapo preket është një pikë në fakt që tani dhe për momentin është temë masë e nxehtë, por që të gjithëve ne, cili do që po përpiqet të bëj të hedhë një tull në këtë mur që po përpiqen të gjithë bashkë në nivel kombëtar ta ndërtojmë, ndihet i zgënjur dhe i trishtuar. Megjithatë, ne do të gjejmë të gjithë arsyet që ta kapërcejmë edhe mundësisht sa më shpejt të besojmë në një gjë. Thethianët, pra flas për popullin e Thethit, nuk e meritonin që të jenë të ngarkuar me një përgjegjësi të cilën ata nuk e kanë. Pak përpara Berti citoi një moment që është një rast i ambasadorës çeke, është një rast i izoluar. Raste të tilla ndodhin kudo. Dhe përshtypja ime, do më falin gazetarët, se nuk kam asnjë dëshirë që të jem kundra tyre në këtë rast, po kam përshtypjen që e kanë... Absolutisht për të qenë kundra, sepse ne gazetarët pranuam që të jemi pranë jush dhe për t'i treguar edhe opinionit që na ndjek që në këtë periudhë turizmi këtu ka siguri, apo jo, profesor? Realizuar tej mase, ndoshta ky është profesioni i tyre për të krijuar skupin në këtë rast, por kanë krijuar një gjendje pasigurie falso, jo të vërtet. Ne jemi këtu me 160 vet. Nuk kemi as më të vogël intension dhe kemi lexuar live të gjithë trishtimin që kanë banorët sepse ata nuk e meritojnë. Ata janë përgatitur. Këta persona, këta din të respektojnë më shumë njëri tjetrin dhe të huajt që vinë më shumë se sa në një qytet urban, se sa respektojmë në Tiranë. Din të respektojmë më tepër. Këta din të mbajnë pastër ambientin e vendin e tyre shumë më mirë se sa mbajmë në Tiranë. Këta din të jenë të barabartë dhe në kuptimin të sjellin një mirësi në marrëdhënie me cilin do që vjen pa njohur, më shumë se sa një Tiranë. Ndrohemi rrugës me ta, pa na njohur, vetëm na përshëndesin. Është gati një gjest që ne kemi harruar, na duket gati lajm neve. Në kohën që në Tiranë nuk ndodh, normalisht nuk ndodh. Kështu që prandaj them që këta nuk e kanë merituar dhe unë nëpërmjet studios tuaj doja t'i bëj një thirrje që Thethi është i sigurt. Thethi është mikpritës, Thethi është pak i trishtuar, por ne duhet vrapojmë gjithë bashkë dhe ne me që jemi këtu po përpiqemi të bëjmë një hap përpara që ta kapërcejmë këtë situatë dhe njerëzit duhet vinë dhe duhet përçojmë një mesazh të mirë, flasë për gazetarët, duhet përçojmë mesazhin e mirë. Unë dua t'ju falenderoj edhe në emër të publiku që është duke na ndjekur në këto momente, profesor, sepse jo vetëm që bëni një punë shumë të mirë në përgatitjen e studentëve cilësor që nesër do të jenë specialistët
më të mirë të turizmit, të këtij turizmi që ka nevojë për profesionist, por mbi të gjitha që ju i bëni një promovim shumë të mirë Shqipërisë turistike dhe i shërbeni vendit tonë të përbashkët vërtet me një kontribut të madh. Jemi të vonuar, Elira, dhe do më lejosh ta shpjegoj pse. Unë Thethin e kam njohur 5 vjet përpara për shkak të solla studentët tu. Po kur kam marrë këtu, nga fshatarët e zonës thanë që çdo vit në atë kohë vinin rreth 15 deri në 18.000 huaj. Vitin e parë kam takuar njerëz që vinin nga Zelanda e Re, vinin nga Houston, nga Texas, nga Australia, nga kudo. Edhe kam ngelur keq se thash si ka mundësi ata kanë gjetur Thethin para me, që unë vija nga Tirana. Nga kjo pikpamje ne në çdo rast jemi të vonuar. Turistat shqiptarë, dhe po të shikosh tani, gjithë turistët janë pjesa 95%, se nuk duhet vendos përqind dhe mos më përqind, po shoh që janë vetëm të huaj. Nuk shoh shumë pak turista shqiptarë. Kështu që ata e kanë gjetur para nesh. Ne po përpiqemi të bëjmë maksimumin në këto 5 vite dhe seriozisht dua t'i falenderoj për mikpritjen që na kanë hapur derën dhe nuk kemi pas as më të vogël problem. Ne kemi sjellë nga Tirana vetëm vrulin e 150 studentëve që dinë gëzojnë si ata. Ata na kanë pranuar pa më të voglin problem, duke na besuar pavarësisht nga ndryshimi i feve që kanë, duke na besuar pavarësisht se këta e njerëz tjetë, nëse ne kemi ardhur me zhurmë, se ne vim me studentë. Meqense ju thoni që keni ardhur me zhurmë, atëre le të ndjekim pak se çfarë mendimi ka zonja Marie, që është një nga zonjat e nderuar të një prej bujtinave të këtij vendi, se si i percepton ajo studentët, se si e ka përthitur ajo këtë lloj energjie që ju keni sjell së bashku këtu. Ndjekim opinionin e saj dhe vijojmë bisedën. Kanë orë çdo ditë, kena pi kafe bashkë, më kanë ndihmuar, kena punuar, kena pi bashkë, kena hangër bashkë, na kanë sjell shumë mirë me ne. Unë kam parë që ti ke trajtuar studentët si vajzat e tua, u ke lënë shtëpinë, ato gatuajnë këtu, ato hekurosin, ato bëjnë gjithçka. Po gjithçka ato janë abonxhi, do t'i respektojsh si do t'jenë puna. Për çka ke mundësi nuk kena kursye. Po ata janë shumë mira. Janë shumë studentë të mirë. Me profesorët si keni kaluar ata dhe kur janë me studentët tonë do shkojmë të hapim kafen tek unë them te Zoja Marie, po nuk e di pse më thon te nëna Marie, te Maria, Po profesorët janë shumë të mirë, ne ka respektuar e falënderojmë shumë. Jemi kthyer sërish bisedës me të dy profesorët e nderuar. Unë kam parë që shumë turist të huaj shprehin dëshirën për një numër të madh sportesh që ata duan t'i realizojnë këtu, por një nga pikat e rëndësishme është ka gjithmonë kërkesa të larta për ngjitje alpine. Pra alpinistët e kanë këtë një nga vendet e tyre të preferuara dhe ju i përgatisni studentët për ngjitje në këto maja të larta, që janë nga më të lartat që janë në Shqipëri, profesor. Atëherë, në programin tonë, duke ju rikthyer dhe riprekur dhe një që është një thash pak më lartë, turistët janë tej mase të interesuar për llojet e sporteve dhe ne aplikojmë çdo program ashtu si kurse dhe në Jalp, ju thash po njëjtën gjë për sportet ujore dhe në sportet malore është ecja, që është një nga elementët bazë që kanë, dhe kacaviera ose climbing që quajmë ne. Janë dy sportet cilat turizmi malor i afron si sporte ekstreme, le të marrim rastin. Pastaj është edhe kajaku ekstrem, por ne nuk kemi arritur akoma deri atje. Ju nuk e keni sjell kajakun këtu, vetëm në Jale praktikone apo jo? Kajaku i lumejve, ne kemi lumej shumë të rrëmbyer. Për hir vërtetës dim që janë shumë agjenci të cilat e kanë filluar në nivelin e biznesit, po gjithmonë programet universitare vinë pak më vonë. Në kuptimin organizimi i tyre nuk është fort i thjeshtë. Sepse turistat, le të marrim rastin që këto agjenci turistike kanë të specializuar gujdat e tyre dhe turistët janë po ata të mësuar në vendet e tyre. Ndërsa neve për të çuar student për t'i trajnuar, kemi ato problemet tona që do. Por sigurisht që është një objektiv i jonë që cilët herë të vonë do shkojmë. Profesor Roberti, ju më thatë që ishit shumë i lumtur që në këto kacavjerjet, në lartësi të mëdha, kanë mundur rreth 70% e studentëve t'i realizojnë me sukses. Një pjesë të cilave kanë qenë edhe vajza, të cilat nuk janë tërhequr për ta realizuar sa më mirë ngjitjen në këto maja kaq të larta. Për hir të së vërtetës, këtë 75% që ne ka thënë
krye guida Vladimir Detndreja, që kemi fatin ta kemi, do të thënë, në ndrejtimin e gjithë programit bashkë me trupën e vet të guidave. Është e vërtetë që rreth 75% e studentëve, tashti është e vërtetë që vajzat gati në 100% e tyre arritën ta realizonin jo vetëm gjitjet po dhe zbritjet, falë një përkujdesje dhe një profesionalizmi të jashtëzakonshëm të njerëzve që i drejtuan, dhe krahasuar ndoshta edhe me vitet e kaluara, edhe këtu përbëjmë një thyrje rekordi, nëse do flas kështu, në impenjimin dhe në dëshirën e studentëve për të marrë maksimumin e këtyre pjesëve të programit, dhe po të bashkëbisedosh me ta, flasin gjithmonë për një sfidë. Profesor, unë realizova. Profesor, unë ngjita në Qaf Valbon. Është maja e parë që unë arri në jetën time. Rezistova, i thash jo lodhjes, i thash jo një zërit brëndshëm që thonë dhe ti nuk mundesh, dhe gjitha këto janë një ndikim jashtëzakonisht i madh për të ardhmen e tyre, në formimin e tyre karakterial, sepse një guid nuk mund të jetë ndryshe përveç se i pathyeshëm dhe i pagabueshëm, sepse në duart e tij është jeta e turistit për cilën ne po flasim nesër. Ju më keni thënë shpesh në bisedat që ne kemi realizuar së bashku që ju i realizoni dhe në orët mësimore, keni në ambientet e tuaja të fakultetit, si thua të improvizuar ngjitjet. Por ti realizosh në teren është diçka tjetër, dhe në një teren kaq të thyer, kaq malor sa që janë këto maja këtu në theth, dhe mbi të gjitha që bëhen nga studentët e vitit dytë. Ata besoj se i kanë për herë të parë këtë praktik në theth? Po, studentët e kanë për herë të parë këtë praktik, por pjesën të cilën e kanë bërë në vit parë një lëndë sporte që e kemi diskutuar edhe kur në emisionin e për Jalën, sportet e ralla, ekstreme dhe të aventurës, është një investim i konsiderueshëm në palestrën e fitnessit të universitetit tonë. Është një mur artificial që në ata terminologjinë, po themi, të pa shqipruar, është indoor climbing ose ngjitje në ambiente të brendshme. Kanë parë falë specialistëve të cilët i kemi edhe këtu, të cilët janë përfshirë dhe na kanë ardhur gjithmonë ndihmë në fakultet, kanë shpjeguar, po themi, pajisjet, kanë shpjeguar mënyrat e vendosjes të kapjeve, të lidhjeve, vërtet në lartësia aty nuk është e madhe, por ta krijon një ide. Në momentin që pastaj vjen në terren, të paktën kanë krijuar idenë, janë ngjitur rreth 5 deri në 7 metra, kanë krijuar shpërrit e para, dhe ishte një gjë shumë e madhe që nuk janë befasuar direkt me vështirësinë, me malin, me lartësinë, me ekstremen, por kanë pasur një parapregatitje në shkollë. Kështu që hap pas hapi them edhe me pasurimin me bazën materiale të shkollës, e cila për hir të vërtetës është modeste, por besojmë që me këtë impakt që ka turizmi në ekonominë e vendit, besoj që do të jetë fokusi edhe nga Ministria Përkatëse, në mënyrë që fakulteti të jetë promotori kryesor në përgatitjen e guidave dhe të specialistëve të turizmit malor, ujor, ekstrem dhe të aventurës. Ne kemi intervistuar me kamerën tonë një nga specialistët më të mirë të Kacavjerjes, siç është Albert Pali. E kemi marrë atë në një proces tregimi se si mundet të bëhet një ngjitje në një teren vërtet shumë të vështirë. Ju keni parë pamje vërtet mahnitse gjatë ushtrimit që bëjnë studentët dhe kryesisht vajzat për të ngjitur, por se çfarë mendon ai, se si realizojnë këto ngjitje, ndjekim intervistën e tij dhe vijojmë bisedën me profesorët. Ne mundohemi të motivojmë studentët sa më shumë që të provojnë këto sfida, pasi në të ardhmen, klientët që ata do mundet të shoqërojnë, nëse do mundet të shoqërojnë klient, këto do jenë gjërat të cilat ata duan të provojnë, dhe ne mundohemi të imponojmë që t'i provojnë vetë këto sfida fillimisht, pasi ata nuk është se duhet të bëhen ose kanë nevojë të bëhen alpinist ose kacavjerrës ekspert ose mund të themi të niveleve botërore, por gjërat minimale duhet i dinë të paktën se si të bëjnë siguri, si të jenë sigurt ose se si të sigurojnë njerëzit të cilët janë përreth. Këto janë gjërat bazë cilat secili prej tyre duhet t'i mësoj, dhe nëse nuk i vuan në kurriz, asnjëri nuk mundet t'i mësoj. Kjo është mënyra më e mirë. Në këtë program mësimor, sa është shkalla e vështirësisë? Domethënë ju si program si mund ta vlerësoni? Është ndër shkallët e vështirësive më të larta, pasi
nëse këto shkallë të larta, domethënë nuk i provon në terren vetë përpara se të dalësh me njerëz, atëherë ti nuk di t'ju japësh zgjidhjen në momente të vështira kur je me njerëz, domethënë kur po shoqëron turist ose diçka tjetër. Prandaj mundohemi t'i përballim studentët me gjërat më të vështira këtu gjatë kursit, në mënyrë që kur dalin nesër në terren mos mundet të gjejnë diçka më të vështirë se aq. Jemi kthyer sërish bisedës me dekanin, profesor Agron Kasën, edhe me zëvendës dekanin, profesorin asociuar doktorin e shkencave Robert Çitozi. Profesor, para se të vijoj në një pikë tjetër të rëndësishme të praktikas që ju realizoni në këtë kamping malor, dua të them se ashtu siç jeni vetë, ta pasionuar, profesionist, ashtu sikur se keni stafin e pedagogëve që urin pranë studentëve, ju keni zgjidhur guidat më të mira kambindjen që ekzistojnë në Shqipëri. Flas tu për Vladimir dhe Ndrejan që ne intervistuam dhe i kemi qëndruar pranë edhe në Jal, por edhe këtu në Theth me Albert Palin, që për te profesionalizmit mbi të gjitha të ofrojnë një siguri maksimale. Kjo besoj se është një investim shumë i mirë për studentët tuaj, që jo vetëm të praktikohen, por mbi të gjitha të fitojnë dhe disa cilësi të veçanta. Ka qenë intuita juaj si grup profesorësh? Lira, kur do të bësh diçka të mirë dhe apasionohesh pasaj, është e rëndësishme që të mos ndalosh, mos kthesh pas. Fillimisht mund ta fillosh edhe me gabime dhe më vonë duke bërë një feedback, kthehesh mbrapa dhe duke korrigjuar gabimet e tua, vjen një fazë që e kupton dhe vetë që ke bërë një punë profesionale. Asgjë nuk bëhet në mënyrë të veçantë dhe asgjë nuk konceptohet në të veçantë. Forca e fakultetit tonë është forca e grupit. Teamwork që quhet. Shembulli më ideal i kësaj fjale që shpesh herë ne përmendim edhe për grupet vogla për 2, 3, 4 vet, është pikërisht ky nivel ku kemi arritur tani për nivelet për outdooret ose le të themi kampinget që ne organizojmë. Për të organizuar një kamping mas 5 viteve, tashti kuptojmë se sa gabime, çfarë gabimesh kemi bërë në vitin e parë, le të marrim në rastin e vitit të dytë. Kemi arritur në një fazë që flasim me siguri tjetër, dimë se çfarë bëjmë dhe po përpiqemi tani të akselerojmë treguesat fizik. Domethënë në nivelin e organizimit kemi superuar shumë pengesa dhe dim shumë më tepër. Unë për dijenin tuaj edhe çdo që është kurioz se si organizohen aktivitete të tilla, të spostosh 150, 160 deri në 200 vet në një kamping ku është fush dhe aty të ngrihet nga asgjëja, ngrihet një kamp ku duhet merresh me higjienën, duhet merresh me ushqimin, me furnizimin me ushqime, duhet merresh me barin, duhet merresh me, pse jo, edhe bëjnë diskon e tyre studentët i kërcejnë, fonin. Duhet merresh me programin mësimor që është tema i vështirë dhe shumë i lodhshëm. Për një disiplinë caktuar, personat që na vinë studentët që na vinë janë të pozicioneve ndryshme gjeografike. Gjithsecili sjell me vete një edukim familjar po dhe rajonal të vetin, ku ne të gjitha këto kthehen në një problem shumë i madh për të organizuar. Atëherë si keni organizuar, profesor? Se është pak vështirë që ti mbash rreth 200 veta të mirë organizuar. Ka nevojë të antrenojnë ditë dhe ne gjithmonë kur numërojmë them personat që gatuan, kuzhinjeri me gjithë stafin e vet duhet të mbush 2000 pjata në ditë dhe duhet i lajë ato 2000 pjata në ditë. Duhet të kenë dushe ku çdo person duhet lahet minimumi, do të thotë janë 200 herë futen njerëzit në dush dhe 200 herë shkojnë kryen nevojat e tyre personale. Kështu me radhë. Janë numra të tillë që për një person që merr për herë të parë bëjnë gati të frikshëm. Megjithatë, unë këtu kam një arsye të falenderoj agjencinë e cila ka mbajtur peshën e organizimit, është organizimit të gjithë procesit nga pikpamja e fjetjes, nga pikpamja e ushqimit, e higjienës, e furnizimit që këtyre studentët mos i mungojë asgjë. Kalorazhi i ushqimit që këta marrin është me të vërtetë shumë i lartë në raport me ngarkesën të tyre. Ne nuk mund t'i çonim studentët tanë për bërë ngarkesa shumë të larta nëse ata nuk merrin kalorazhin që duhet. Në të njëjtën kohë me ne ka punuar dhe grupi i guidave të gjithë disiplinave që janë me vërtet më të mirë që ne kemi zgjedhur. Duke mos dashur që të bëjmë eksperimente, sepse eksperimente në raste të tilla kushtojnë shumë. Atëherë kemi ecur sikur po ecim si për vezëve, pa që të mos thyejmë asnjërin.
kemi realizuar që falë ndihmës dhe suportin e kam bërë qoftë agjensitë turistike, qoftë guida turistike, ne kemi arritur të realizojmë. Kemi krijuar 3 shtresa. Shtresa e parë janë studentët, shtresa e dytë janë pedagogët, dhe shtresa e tretë janë agjensitë turistike dhe gjithë guidat që mbajnë këtë peshë. Duke i ndarë mirë këto 3 shtresa, nëse organizohen mirë këto 3 shtresa, atëherë është e realizueshme. Në rast se jo nuk i studion mirë këto punë, atëherë pastaj mund të kesh shumë probleme. Unë kam bindjen që bashkëpunimi që ju keni pasur me agjensi turistike, jo vetëm që kanë sjell produktin më të mirë për t'i përgatitur sa më cilësor studentët për që nesër guida të turizmit shqiptar, por mbi të gjitha për t'u krijuar edhe treg pune studentëve, apo jo, sepse guidat e agjensive turistike nuk janë vetëm thjesht guida që mësojnë, por kam bindjen që janë edhe guida që zgjedhin, si thuaç, përzgjedhin elementin më të mirë për të krijuar nesër një treg pune të qëndrueshëm për studentët e fakultetit tuaj. Po, Edira, që në vitin e parë që ne kemi filluar këtë program, në Theth, flasim gjithmonë me qenë se jemi në programin e kampingut malor, guidat, agjensit kanë pasur mundësinë të shikojnë, të testojnë në distancë ndoshta, por duke realizuar programin pa diskutim që evidentohen më të fuqishmit, më të disiplinuarit, më të bindurit në kuptimin e mirë, ata që nuk ka nevojë t'ia thuash gjën, po e marrin vetë iniciativën për ta realizuar, dhe është një numër jashtëzakonisht i madh që unë e kam përmendur dhe kur kemi bërë thirrjen për maturantët në emisionin e kaluar, që është një numër jashtëzakonisht i madh studentësh të cilët janë selektuar, janë përzgjedhur, janë aktivizuar, jo në kuptimin e guidës që ata të dalin dhe të shoqërojnë vetë në mënyrë të pavarur turistët, sepse akoma nuk janë diplomuar. Brezi i parë, po themi, specialistëve të aktivitetit fizik për shëndet dhe turizëm e rekreacion dalin pikërisht tani me mbarimin e studentët masterit shkencor, dhe diçka nga prilli maj ka mbaruar brezi i parë i masterit profesional, të cilët tashmë janë në terren. Kështu që këto bashkëpunime kanë qenë vërtet suksesshme dhe kanë qenë dobipruese për të gjithë ata studentë të cilët kanë gjetur në fakultetin ton vetveten. Ndoshta në fillim kur erdhën, dëshira e tyre, inspiruar ndoshta edhe nga prindrit, ka qenë dega e mësuesisë. Por duke parë tregun e punës, duke parë që turizmi do të vazhdoj dhe për dekada e dekada të mbetet në dominanca e qendrës rëndesës ekonomisë shqiptare, atëherë besoj që studentët jo vetëm kanë gjetur profesionin e tyre të zemrës, ndoshta edhe të ëndrave të tyre të dikushme, por njëkohësisht një profesion i cili do t'i bëjë ata që të jenë dikushin jetë dhe pse jo të realizojnë të ardhura financiare të cilat nuk bëhen dot thjesht me mësuesi. Ne kemi fakultete, kemi DEK, jo vetëm në universitetet të cilat janë të vendosura në Tiranë, por edhe në rrethe, të cilët e kanë prioritet turizmin, por kam bindjen që ju i keni dhënë një prioritet tjetër dhe është një nga synimet tuaja më të larta për të qenë konkurrues në tregun e punës në Shqipëri, por edhe konkurrues për sa i takon arsimit të lartë. Përpara se të më jepni përgjigje profesor për këtë që unë ju ngacmova, ju përmendët pak më parë se si është organizuar dita brenda kampingut, se si gatuhet, se si punohet, se si janë të ndara grupet, por jo pa qëllim thash që ju dini të zgjidhni stafin. Ne kemi intervistuar me kamerën tonë guzhinjeri, nuk është thjesht një person i cili gatuan së bashku me studentët për mbi 200 persona që ndodhen në këtë kamping që janë studentë dhe pedagog, por mbi të gjitha është një djalë artist. Ndjekim opinionin, po? Faqe do të korrigjoj, me shumë dashuri po të them, është shef, është master chef. Lejohen pas udhëtimeve të gjata që ne kemi bërë pas jush, lejohen edhe këto lapsuse në këtë transmetim këtu në Thet. Është e vërtet, ai është vërtet shef. Unë e perceptova për artist. Ndjekim opinionin e tij dhe vijojmë bisedën për të më kthyer përgjigje profesor Agroni më pas për një pyetje shumë me interes që unë i bëra, siç është fjala për të qenë konkurrues, qoftë në cilësi në arsimin e lartë, por edhe në turizmin shqiptar.
ndjekim opinionin e tij. Pjesa e kuzhinës është pjesë e programit për studentët dhe secili grup janë ndarë në 8 grupe, secili grup do bëjë një ditë shërbim në kuzhinë. Studentët nga kjo përfitojnë nga ana ushqimore për llogaritjen për 200 persona se si ato mund gatuajnë pa frigorifer ushqim të freskët. Dhe nga kjo përllogaritje ato nese pas nese do jenë guida dhe mund ta menaxhojnë për 10-15 persona. Nesër ne do kemi një demonstrim se si ato mund gatuajnë troftën e lumit në kushte komplet natyrore vetëm me shkopinj dhe me një zjarr. Po. Unë shikoj që ju jo vetëm i mësoni ata të gatuani, po i mësoni të bëjnë art, të përgjigjen gjithë pjesës suaj të krijimtarisë. Atje, duke qenë se ne jemi në këto kushte, improvizimi është një nga pikat bazë, sepse nesër pas nesër ato do jenë guida malore, detare ose fushore, në cilat ato duhet të improvizojnë me ushqimet që gjejnë përreth ose që ofrojnë në fshatrat. Kështu që është detyrimisht ato të mësojnë dhe këtë pikë të programit. Ja pra jemi kthyer, profesor, unë ju pyeta pak më parë, ju vijoni të jeni sfidant për të arritur nivelet të larta cilësore për sa i takon arsimit, por edhe nivelet të larta për përgatitjen e specialistëve të turizmit. Atëre, unë e kam thënë dhe njërë tjetër, është shumë e parafort pyetja ose çështja që kemi ngritur kur diskutuan në Jalë, sepse edhe një nga programet tona është. Dhe atëre kam përmendur që është një sfidë, por duhet kuptojnë dhe duhet kenë qartë gjithë një çështje. Do të dëgjojnë ose do të shikojnë shumë fakultete tjera që kanë lidhje me turizmin, por turizmi është i ndarë në 2 kategori të mëdha. Është turizmi kulturor dhe turizmi sportiv. Turizmi kulturor e shikon turizmin në atë pjesë që një pjesë e mirë, turistave që vinë nga jashtë, që nuk din asgjë, por siç e tha dhe ju është një ishull që është kreti mbyllur ka qenë, kështu që është një lloj sfide, është një lloj misteri Shqipëria, dhe vinë shumë për ditur për kulturën dhe historinë e këtij kombi, shumë interesant me një gjuhë krejt veçantë, me histori krejtësisht specifike, dhe kjo është krejtësisht normale. Dhe kjo i ngjan më tepër pjesës më të madhe fakulteteve të tjera që lidhen me turizmin. Ndërsa turizmi sportiv është një sfidë krejtësisht ndryshe, edhe është një sfidë e re, sepse duhet të jesh tej masi i përgatitur dhe duhet të çosh turistat në vendet ku ata duan të kenë njohje më të mëdha për turizmin kulturor, por duhet të çosh në mënyrë sportive me ta, nëpërmjet sporteve ekstreme. Po kjo nuk do të thotë që studentët tuaj nuk janë të përgatitur për treguar se cilat janë vlerat kulturore që ofron thethi. Përkundrazi, në nivelin e masterit, ata bëjnë disa lëndë që kanë të bëjnë me gjeografinë turistike, me turizmin, me historinë, me letërsinë, që bëjnë me eksplorimin turistik, janë një grup lëndësh, janë disa module që ne kemi lënë pikërisht për të plotësuar edhe këtë pjesë në mënyrë që ata të mos kenë një llagri në formimin e tyre. Por juve erdhët sot me ne. Juve për të parë se çfarë bëhet edhe për të mësuar diçka të re, erdhët me ne deri në Syrin e Kaltër. Dhe bravo i qoftë që bashkë gjithë stafi e përballoi me shumë sukses. Në fakt kjo është ajo që fakulteteve tjera të turizmit u mungon. U mungon pikërisht pjesa që duhet vrapojmë për të vajtur atje. Nuk shkohet kudo me makinë, duhet shkohet shpesh në këmbë, nganjëherë bile dhe duhet lodhe shumë tepër për të shkuar deri në destinacion. Ndoshta duhet të bëjnë të marrin disa module në fakultetin tuaj që të arrijnë të kenë këtë lloj rezistence fizike apo jo, këtë lloj përgatitje? Ne jemi të hapur të përgatisim edhe ata që do t'i konsiderojë konkurrent nesër. Po, ne jo pa qëllim ndërmorëm që të udhëtonim së bashku me ju. Është vërtet e lehtë të thuash që çfarë bëjnë studentët dhe pedagogët e Fakultetit të Veprimtarive Fizike dhe Rekreacionit, por kur bën të njëjtën rrugë që bëni dhe ju, kuptojmë shkallën e vështirësisë, përkushtimin dhe gjithçka tjetër çfarë ndodh. Por ne ishim dhe të sigurt sepse ishim të shoqëruar edhe me mjekun. Besoj se është një nga, si thuash, pjesa kryesore që ju keni në programin tuaj për të pasur edhe një siguri të lartë për jetën dhe shëndetin e studentëve tuaj. Sado që të jenë përgatitur apo jo, ka nevojë për një përkujdesje. Unë e pash doktorin hap pas hapi me ta. Atëherë jam i lumtur që kjo pjesë erdhi ke unë dhe jo ke profesor Goni, flasim... Kam bine sikur ka pak lidhje dhe me lëndën tënde, ti e gjithmonë i përqendruar te shëndeti dhe prandaj ju ngacmoni. Po është më fit profesori se sa unë, që unë po vazhdoj po bie. Me gjithë të program do kthehem edhe unë në atë formën time të dikurshme.
Kthehem ke doktori një... Duhet të reqim prapë televizionin shqiptar që të kesh formën e dikushme. Kjo ishte thjesht për ngacim. Okej, bëhet fjalë për para 20 vjetësh. Kështu që vitet i kemi mbi supe, por nuk dorëzohemi. Sa kohë kemi këtë staf dhe jemi shumë ambicioz në objektivat që i kemi vendos vetes, që e themi shpeshherë që janë 5 vite fakultet dhe besoj kemi vrapuar po të sigurt në ato që kemi arritur. Përsa i përket doktorit, i them doktori, sepse ashtu e thrasim, jo mjeku, është nga pikat më të forta, jemi me fat, sepse këta njerëz kanë mbaruar fakultetin e mjekësisë, por nuk është e thënë që të kenë një përgatitje fizike që të përballojë këtë që ju pat sot. Ju keni parë, po themi, 1/10 ose 1/20 atij programi që ne bëjmë me studentët me... Dhe jo vetëm, duhet thënë që jo vetëm pam, por u realizua ky udhëtim në temperatura shumë të larta. Jemi në ditët e para të korrikut, kur Tirana dhe qytetet e tjera kanë regjistruar temperatura të larta, pak a shumë të njëjta temperatura janë regjistruar edhe në The. Dhe kjo ka mbidhjen shton dhe shkallën e vështirësisë apo jo? Sigurisht, unë po përpiqem mos ta mendoj Tiranën edhe sa ditë jemi këtu, sepse do na kërkohet minimumi një javë të ripërshtatemi me temperaturat. Por rikthehem tek siguria që jep, po themi, edhe prania e mjekut, të cilët janë lëndë që studentët tanë i bëjnë vendimën e parë dhe shumë gjëra tjera të cilët kanë të bëjnë me sigurinë në aktivitetet të tilla, siç janë kampingjet, por thash jemi me fat që me ne gjithmonë gjatë tyre 5 viteve në të 3 aktivitetet, si në sportet dimërore, ujore dhe malore, kemi pas pikërisht doktor Survenin, i cili një atlet i vërtet që vjen nga shkolla e mjekësisë, si duket rasia, nuk e di, apo selektimi që ka bërë profesori, por di të them që ai ka pushtuar çdo maj, ai është i detyruar për të qenë, në kuptimin e mirë të fjalës, i detyruar për të qenë kudo me studentët, nëse ndonjëri nga ne ka një moment relaksi ose një lloj dëmtimi të lehtë ose lodhje, ai është kudo dhe fat i madh, po themi, nëse njal pothuajse kanë qenë 0 dëmtimet, megjithëse merakun e kemi pasur shumë madh, edhe këtu ditët po vazhdojnë, domethënë në një përkujdesje të jashtëzakonshme të tij, është i kudo ndodhur tek studentët, tek pedagogët, tek guidat, dhe besoj që ai është një aset i fakultetit tonë. Ne intervistuam jo vetëm se si e realizon ai përkujdesjen ndaj studentëve tuaj në realizimin e këtyre praktikave, por edhe për çfarë ai është i përgatitur për të shmangur çdo lloj situate të papritur, sepse fundit jemi në një vend malor, në një vend ashtu sikurse e përmendëm pak më parë që ka thënë Edith Durham, një vend të një izolimi madhështor. Pra në këto kushte të shikojmë se çfarë thot doktori, kështu po i them edhe unë, që shoqëron grupin e pedagogëve dhe studentëve të fakultetit të veprimtarive fizike dhe rekreacionit. Ndjekim opinionin e tij. Funksionon në këtë mënyrë, duke qenë se këto janë studentë të Universitetit të Sporteve, e kanë bërë praktikisht atë kontrollin, check-upin, sepse nuk mund pranohen shkollë nëse kanë një problem. Kështu që si nga analiza kliniko-biokimike, po ashtu EKG-ja dhe stres testet e ndryshme që të kalojnë, e kanë kaluar provën, nëse mund të themi, kështu që nuk është që ne këtu para se të nisim e bëjmë kontrollin. Megjithatë, një pjesë e mirë e tyre tek laboratori i fiziologjisë së ushtrimit bëjnë ato analizat e fuqisë nëse mund të përballojnë ose po. Praktikisht fakti që janë në një universitet sporti është e ditur, domethënë, që mund ta përballojnë gjitha itineraret. Nga që ka pasur guida të forta, ngjitje të thepisura, temperatura të larta të këtyre ditëve të korrikut, edhe janë shfaqur shqetësime. Po para se të bëhet nisja për gjitha grupet, në veçantë kush shfaq shqetësimet minimale të vogla, bëhet kontrolli i tensionit ose dhe i parametrave tjerë fiziologjik, nëse mund të themi, nëse ka ndonjë që mendojmë që nuk e përballon dot një nga itineraret, sigurisht që ato persona qëndrojnë kamp ato ditë. Jemi kthyer sërish bisedës son, tashmë që ka rënë pak dielli, tani po ndjejmë edhe freskun, por besoj se si në asnjë emision tjetër, këtë bisedën tonë apo jo e shoqëron si kolon zanore dhe zhurma e burimeve që bien nga mali. Nga gjitha drejtimet kemi ujë dhe kemi burime. Vërtet
të nderuar profesor, që ne kemi pasur fatin të jemi pranë jush, jo se gazetarët të tjera apo kamera televizionit të tjera nuk e kanë prekur, por ne patëm fatin që ta shikonim këtë mrekulli të natyrës shqiptare, këtë bukuri mahnice nëpërmjet një regjimi tjetër, një regjimi studentor dhe të një programi vërtet të ngjeshur. Po ju jeni profesor, jeni studiues, me syrin tuaj, që nuk jeni thjesht të përqendruar që të realizoni dhe të nxirrni specialistët më të mirë të turizmit, por për t'i ofruar këtij vendi, këtij shteti dhe vizionin tuaj profesional, çfarë mundet të ndryshojë që ta bëj akoma dhe më tërheqës për turistët e huaj, por dhe për shqiptarët thethin? Kjo është një pyetje shumë interesante dhe parapëlqej, them drejtën, se është një lidhje, një korrelacion që e quajmë ne, me të vërtet shumë interesant midis natyrës dhe natyrës tonë, kushteve që Zoti na i ka falë që jemi këtu, dhe problemet mëdha që ka shoqëria shqiptare në lidhje me shëndetin. Janë një numër shumë i madh pedagogësh që janë studiues, faktikisht janë kërkues shkencor, të cilët tash janë në proces, kanë përfunduar disa studime dhe nga përsa kam ndjekur, janë kotuar goxha, duke u botuar dhe jashtë në revistat me faktor impakti ose në revistat e mirënjohura, sepse janë tema shumë interesante që si duket kjo natyra jonë na i ka afruar si qentil për ta hapur si kërkim shkencor dhe ka krijuar një impakt goxha pozitiv. Çfarë dua të them me këtë? Shqiptarët e një popull që po rrezikojnë tej mase për shkak të obezitetit, jetës sedentare që bëjnë. Shqiptarët e një popull që nuk e kanë në edukat siç janë slovenë, siç janë çekët, siç janë polakët, që e kërkojnë dhe vrapojnë mbas natyrës për pas kontaktin me atë dhe themi origjinë nga cila kanë ardhur. Ne jemi shkëputur plotësisht, jeta urbane po na largon edhe gjithë problemet që po na vinë, jo vetëm fizike, fiziologjike, po edhe psikike, themi, dhe sociale, kanë një dosë caktuar pikërisht nga ky proces. Ne kemi ndërhyrë pikërisht në këtë pikë për të bërë kërkime shkencore për të parë efektet që kanë ecjet apo kaçavirit, po kryesisht ecjet që është një le të themi një sport i cili mund të bëhet nga cili do. Nga fëmijë deri tek edhe 80 vjeçar mund ta bëjnë. Ndryshojnë vetëm nivelet e ngarkesave që ata mund të përballojnë, por janë shumë të mëdha. Po ecet në terrene të thyera. Duhet, më falni, po ju them vetëm një detaj që ka të bëjë me kërkimin shkencor, po kam përshtypjen që është i rëndësishëm. Është i studiuar tashmë, dihet që pjesa më e madhe e vdekshmërisë në moshën e tretë nga mbas 75 vjeç tutje ndodh nga rrëzimet, nga rënjet. Duke qenë kështu, sfida që ne kemi është që çfarë problemi kanë të moshuarit tanë. Problemi më i madh që ne kemi janë ata humbasjen e ekuilibrit. Humbja e ekuilibrit për shkak të jetës sedentare paraqet një rrezik shumë të madh për ta. Ajo që ne po studiojmë tani është efektet që kanë ecja në terrenet e thyera, duke u përpjekur, duke përmirësuar ose duke mbajtur të mos degenerojnë moshën e tretë. Aparati që mban në një gjendje performance të pranueshme ekuilibrin e çdo individi. Kjo është një nga fushat që ne po studiojmë dhe po na ka dhënë një efekt jashtëzakonshëm. Sigurisht ne kemi studiuar me studentët tanë, që i testojmë në laboratoret tona fillimisht para se të sjellim këto programet outdoor. Edhe këta sa të kthehen janë proces studimi në të njëjtën kohë. Janë 3-4 grupe që ne kemi ndarë dhe po studiojmë fusha të ndryshme. Duke parë se çfarë efekti ka me këto mosha, atëherë ne fillojmë i aplikojmë në mënyrë të kujdesshme me mosha tjera. Dhe kështu gradualisht ne po krijojmë një, le të themi, një bateri sugjerimesh për mosha të ndryshme, çfarë aktivitetesh duhet bëjnë në lidhje me natyrën shqiptare, që janë ekonomike sepse nuk ke nevojë të bësh shpenzime kur shkon në natyrë, ajo është aty, mjafton vetëm të shkosh ta prekësh dhe është benefica jote. Por kjo është detyra jonë që ne duhet nxjerrim kërkimin, përfundimin shkencor, të gjithë beneficat dhe vlerat që kanë, duke shfrytzuar kushtet natyrore për përmirësimin e shëndetit publik. Po. Profesor Roberti, unë mendoj që ngritja e këtyre kampingjeve malore me student dhe pedagog, por pranë banorëve të thethit, aty ku janë bujtinat, komunikojnë me ta, zonja Marie për shembull ju ka hapur dyer, studentët janë bërë si pjesë e familjes së saj, ndikojnë në socializimin edhe të banorëve, por natyrisht edhe të marrjes së një kulture të veçantë për studentët. Pra është një marrëdhënie dypalçe. Nuk e di në pozicionin